Kujdes nga stresi dhe luhatjet e humorit. Këto janë dy nga faktorët kryesor që çojnë drejt sëmundjeve mendore. Vetëm në qendrën komunitare numër 3 shkojnë çdo ditë 15 persona për të kryer një vizitë me psikiatrin, ku shumica prej tyre vuajnë nga ankthi dhe derivate të tjera të sëmundjeve mendore. Rastet që ne hasim janë më tepër çrregullimet e ankthit, që janë bërë vërtet frekuente dhe që janë ankesa kryesore e popullatës që vjen dhe kërkon ndihmë. Këndvështrimi për profesionistët e shëndetit mendor vazhdon të jetë i damkosur. Çrregullimet mendore prekin 25% të popullsisë, të minimizosh stresin gjatë ditës, të kryesh aktivitet fizik, të mos jesh vartës si alkoolit dhe lëndëve narkotike, janë disa nga këshillat për të mos përjetuar sëmundjet mendore. Sipas sociologëve, në ditët e sotme personat që vuajnë nga sëmundjet mendore nuk stigmatizohen më si dikur. Një ndër sinjalet e pozitive që kemi arritur ne si shoqëri është fakti se të paktën kemi filluar të pranojmë çrregullimin ose njerëzit që vuajnë çrregullimet mes nesh dhe të mos i mbajmë më fshehur, të mos kemi më pasigurinë ose të mos jemi më të kompleksuar për të pohuar në çdo rast që dikush pranë nesh, një i afërm, një i njohur vuan këto çrregullime. 7% e popullsisë në botë vuajnë nga skizofrenia, ndaj në ditën botërore të shëndetit mendor, OBSH ka pasur sloganin "Të jetosh me skizofrenin", ku njerëzit e prekur duhet të përmirësojnë me ndihmën e specialistëve këtë sëmundje mendore. Shpesh herë injorohen themi simptomat të caktuara të skizofrenisë, por të gjithë problemeve të shëndetit mendor në tërësi, pikërisht për shkak të stigmës, pikërisht për shkak të diskriminimit nëse persona shkojnë kërkojnë një trajtim për këtë gjë. Por vjet re që me kalimin e kohës ka gjithmonë më tepër sensibilizim dhe personat po shkojnë gjithmonë më tepër për të kërkuar ndihmë, për të trajtuar nga problemet e shëndetit mendor. Instituti i Shëndetit Publik ka organizuar një fushat sensibilizuese në 4 qytetet kryesorë të Shqipërisë: Tiranë, Shkodër, Elbasan e Florë.